është e pamundur. Shiko, ti je entuziast për këtë trin, po unë pashë shumë këtë shehajnë që ta mbyllim radio televizionin shqiptar. Dëgjoj, budalliqe shehaj për shembull do flasi me ok. Me ok do flasi, nuk ka shu, sepse do më thënë, nëse shehaj, pa e marim këshu, pa marim shehajnë tani, me që unë jam partizan e shehajt. Nëse shehaj, dhe e kam thënë të në emisionet tjera, nëse shehaj është njeri që, si më të them, erdhi, shkoj refugjat, mësoj në shkollë, mësoj si të bëj biznes, mësoj, pastaj tha, prit se po më pëlqej politika, tash është fut politikës, më përpara ka pas fol idiotizma, më të mëdhaja akoma, tash ti ka fillu, do më çdo ditë, pastaj e plas prap, shko prap aty ku ishte, pra janë mësime të përgjithshme, dhe në fund të fundit, po ta marrim për shembull këtë çështën e televizionit, të RTS-s, duket shumë qa po thumë busa budalje, por problemi është që në fakt ka 34 vjetë që ha pare kotë, kush të tha? Radio televizioni? Kush të tha? Unë po e thëm. Pse? Nga që nuk e shikon ti dhe duket të ha pare kotë? Po, se qëfar them për shembull, unë qëfar bëj një krasim, më falë, qëfar bëj një krasim është kjo, që radio televizion normalisht duhet jetë ajka e ajkave të probleme. Nuk ka as për pufen, as Big Brother, as këto plerat që janë të tjera që kanë... Në rregull. Ka ca emisione serioze, ka ca kanale që janë të dedikume për bujqësin, për filmin e tjera, dhe ka edhe, se nuk e vëmë mre neve, po ka edhe studio lokale që janë në Shkodër, në Korçë, në Gjirokastër, më duket radioja ka edhe një në Kukës, ndoshta është bërë dhe televizion, kështu që ka edhe ato programet lokale, kështu që nuk është aq kot sa që duket shehajt. Jo, problemi që ndro këtu, me parat që shpenzohen për atë televizion, dhe me produktin që ka pas... Tja japim klanit dhe topit? Jo, unë jam, shiftu, unë nuk jam për zhduken, do më thënë, vetëm, si më thëmë, t'jemi të shmëndur, them që radio televizion shqiptar duhet zhduket. Ose do një këtë të shmëndur, Jo, ai tha një diçka, po çfarë ka një të vërtet, pra ka një gjysmë të vërtetë brenda, që po ta shikosh radio televizion, në fakt nuk ka prodhuar shumë, nuk tërheq shumë. Pra, ky investim ose të bëhet më i madh, nëse është nevojë për të bërë më i madh, ose të bëhet më i mirë. Një nga këto dyja duhet bërë. Duhet bërë diçka që ai televizion të jetë vërtet televizion kombëtar. Kjo është, domethënë, si një që bëjnë dy, që aty çalon. Aty çalon, do më thonë, aty ka ardhë drejtor pas drejtori, një vend që, se di, ti po më thu për shumë që ka emision të bukra, po mund të ketë në 1-2 të bukra. Problemi është që nuk është se merë pak para për që ndër elitat e televizioneve shqiptare. Televizioni shqiptar ka një avantaj që se kanë tjerët, kapet në çdo cep të Republikës. Shumë bukur. E dyta, ka atë që nuk e di, ndoshta, Amarildo, shumë veta thonë që më s'kan ndjekje ky, s'kan ndjekje sepse nuk rënë bas klikinave. Pra, nuk kemi një televizion i cili rënë bas përputhjeve, mbas stërputhjeve, mbas Big Brother, që kanë degeneruar atë brumin social, brumin e sensit, brumin e moralit. E kanë degraduar. Femrat të pompuara me silikon, meshkuj që flasin vetëm 10 fjalë. Edhe në televizionin dhe këto nuk i bën dot shtetërori. Po besoj që edhe në televizionin shqiptar janë këto femrat të pompuara. Nuk e di se si kanë. Emisione të tilla nuk ka. Prandaj po them, unë isha i çik kështu, pa e parë, edhe se ke ndjekur edhe po i bën kritika. Tani Sale nuk e ndjek. Tani kritikat e mia përgjithsisht mundohem t'i bazoj diku. Pra, nëse nuk ke një alternativë për të për ta zhvendos publikun nga Big Brother ose nga këto gjërat e tjera në një diçka më kombëtare, që është e drejta një televizion, se në fund të fundit ti je në treg, ndaç i televizion shqiptar, ndaç i televizion shtetëror, ndaç i televizion privat, ti je në treg, pra, përdesa
merr parat e taksapaguzve, normalisht duhet të bësh që ndoshta edhe ajo, si mund të them, programi yt të tërheqi qoftë edhe nga ana nacionaliste, qoftë edhe nga ana sportive, domethënë ka 10 programe që mund të realizohen që të rit ose të gjithë njerëzit të shohin televizionin shqiptar. Po marrim për shembull, po marrim ITV-n në Angli. Një nga, domethënë, po të marr vetëm një nga programet, është që s'ja mbaj mend titullin tash, ishte për shembull që bëhen 3-4 grupe në një në ca dhomë para dhoma dhe me anë të atyre për shembull aftësive të grupit, se kush deli pari, nuk e di unë. Ajo ndiqet nga të gjithë. Pra njerëzit nuk shohin Big Brother, po shohin diçka tek ITV-ja, që është shumë edukuese, sepse bëhen dhe pyetje aty, për shembull për dal nga një dhomë, bëhen dhe pyetje, me anë të pyetjeve të japin një hint, që thon ato, një mundësi që ti gjesh daljen nga kjo dhomë. Po marr vetëm një program, pa janë një tuf programesh që normalisht me gjithë të para, ose ndoshta duhet shtu 2 fish, unë nuk mund të bëj llogari në televizionit, ai të bëhet një televizion që të jetë vërtet një dritare që tërheq. Tërheq, ma e shohim. E shohim sepse është shtrija në gjithë territorin, së pari që e ndihmon, por duke ju larguar kësaj se çfarë duhet të bëj radio-televizioni, sepse ideja e mbylljes së radio-televizionit më kujton ato idejet e mbylljes së fabrikave si jo rentabël, të prishjes se këtu të çona marrë. Këtu është një gjë. Më fal, unë shiko, për të shkatruar gjendet gjithmonë një arsye, për të shkatruar diçka ka gjithmonë se edhe fabrikat që ju fut matrapiku është u gjet kjo arsye, nuk janë rentabël. Nuk konkurrojnë dot në tregun e jashtëm. Tash unë nuk merrem plotësisht me idiotizmin e secilit nga çfarë do bëjmë të kandidatëve. Nuk do merrem me idiotizmin e secilit. Unë po them që çfarë ka një të vërtetë që duhet pa, për shembull, sado idiotizëm të dali në treg, duhet shohësh nga shefa, nga çka këndvështrimi. Për shembull, unë po shoh 2 këndvështrime, po shoh atë që thot nga ana, le të themi, nga ana tregtare që thot, "O ky po na merr parat", dhe thot, "Hajt ta prishim", se kështu ndoshta e ka kokën, am kuptoj, dhe shoh ty që je qytetar, që kam një emision me ty, si do e kisha me Gonshe, po s'mund ta kem dot me Gonshe emisionin, sepse e kuptoj dhe krahun e atij. Kemi pas rrugtime të ndryshme. Shoh dhe krahun aty thu, mos më shok se na prish me fabrika me gjithës, na kanë ngel gjë pa u prish, po më lezë nuk duhet një gjuhë as ty jo për atë që po më thu. Ai letëria aty ku është. Te lulysja ishte. Pra unë jam këtu ke mesi që i kuptoj këto dhe them që vërtet ai televizion, domethënë unë prisa më fakt nga Edi Rama që nga Edi Rama, ku e diu se kush e ka atë tani, sepse lloj robi ka hyrë aty, po që prisja që vërtet ai të futesh në tregun botror, çdo të thotë në tregun botror, të kuptosh çfarë i tërheq njerëzit, çfarë gjëra edukuese mund të fusesh në formën edukuese që mund të fusesh këto gjëra. Pra ka lloj programe që ka bota me tonelat, që janë programe tepër serioze, s'ke nevojë me u bë karagjos. Pra nëse ky qet një Big Brother, ti qet një garë, siç janë ato amerikanët për shkakun që shkojnë nga A-ja ke B-ja, po du një atletizëm fantastik. Kush ka rob që nuk e tërheq ajo lloj gare, ajo lloj gjëje. Etj, sepse tash për shkakun nuk po i gërmëzoj dot tamam, po që mund të jap 10 programe të tilla. Që do ishin qoftë garë mes shkollash, qoftë, më kuptove që janë fantastike, ku dhe rinia duhet të të riqish aty të thoshtë, o, kush do dali i pari, do dali Gjimnazi Malsafa, o do dali Kodiun. Se ja kanë ndru dhe emrat, s'di se çfarë gjimnazi do vjen dyti.